Osmanit edhe një mandat opsionalisht apo është pak problem? Ja rrit shanset. Ja rrit shanset. Nëse kandidohet, do thotë, në kuvendin e Republikës, zonja Osmani natyrisht që i ka shanset më të mëdha. Po, Gjino për ty shkurtimisht. Në fakt, kushtrim kjo nuk duhet as jetë temë diskutimit. Presidenti Osmani, afërsia presidenti Osmani me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është temë diskutimi, Gjino, është temë diskutimi se kemi vetëm 2 javë të vendosim. Po 2 javë të vendosim, po unë i bëj thirrje të gjithë spektrit politik që Kosova është futur në një path që është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është edhe lideri botëror dhe ka marrë një krejt kahje tjetër tash me presidentin Trump, dhe do t'jetë në dobi të Kosovës, në dobi ku po shkon Kosova, që unë mendoj që shumë shpejt edhe do të futemi edhe në NATO, këtë që edhe presidenti Osmani dhe gjithë spektri politik i Kosovës edhe kërkon, unë mendoj që gjatë këtij viti kemi shumë shansa të mëdha të futemi në NATO, që spektri politik duhet që kjo politikë e presidentës Osmani që mos të as diskutohet, po duhet që të jetë përpara dhe duhet që edhe 5 vitet e ardhshme të udhëheqet me politikën e presidentës Kosovës. Kështu që nuk mendoj që do të jetë diskutim i partive politike apo i opozitës apo opozitës. Diskutim veç më është, po tani nuk e dim se çfarë vendimi se nuk është